Vim ke ligji minjera. I pas kam quar unë një mesazh për parim Spajiut, amendamentin që pas ka bërë Esmeralda Shkjau. Dhe me qëse më ka kërku Zamir Mane mua, që unë të shikoj këta amendamente se i prishtë, dhe vërtet i prishtë punë Zamir, se Zamir i donte që kur të hypini në ashensor minatorët, që kishin, të o të paguanin për ashensorin, o të amirbanin ashensorin. Dhe ligji nuk ka asnjë lloj impakti në buxhet. Prit ta mbaroj. Nuk ka asnjë lloj impakti në buxhet. Nga ky ligj, që është miratuar me 72 vota nga Partia Socialiste, që unë këtu për këtë i kam kërkuar dëshmitar Edi Rama, se ligjin e ka propozuar Edi Rama, Damian Gjiknuri, Eduard Shalci dhe e ka relatuar Nami Kopliku. Çfarë lidhje ka Monika me Ilir Metën për ligjin e minjerave dhe për këtë do mjefte mu një shtëpi Zamir Mane. Po ç'është shtëpia do mjefte? Se unë e kam pa shtëpinë me 2 qershor, ligji ka ardhur tetor, po unë e kam anulluar shtëpinë shtator. Pra ligji ka ardhur mbasi unë kam lëshu shtëpinë. Pra çfarë ka ndodhur këta baton? Këta kanë marrë mesazhet në WhatsApp, të cilat i kanë marrë të selektuara pjesë-pjesë. Dhe kanë ngrit një akuzë me 240 faqe për të bërë një linçim, pra për t'i dhënë ushqim publikut. Dhe shumë mirë, unë e kam kuptuar këtë gjë, sepse unë edhe në shumë emisione ku shkoj, njerëzit nuk merren me thelbin gazetar, por djerin ja do futet tani, por edhin video të shkurtra për klikime. Tani ne ja morën dorën kësaj pune. Ka një gjë tjetër, kush është problemi? Problemi është këtu, standardi që ata kanë ngritur. Unë jam shumë kurioze, çfarë do ndodhi me ndonjë prokuror që nesër pas nesër mund të merret përsëri i pandeu, po themi, dhe të përdoret në të njëjtin trajtim dhe linçim. Sepse ne ishim në kuvend të Shqipërisë dhe një fjali i thanë Altin Dumanit, dhe ai u hodh nerë. Pse flisni ju për mua kështu? Po Altin Dumani që ka 4 vjet që mbush gazetarët e terrenit me informacion. Unë kam 4 vjet që arrestohet nesër Ilir Meta. Nga gazetarët. Nga gazetarët. Që do të thotë kjo? E kuptueshme është për tani si do mbrohemi? Kanë filluar të tremen. Fajtja në Big Brother, që more ato fuqiet gjitha. Po ç'fuqi mora? Unë kam filluar të tremen me aty tani. Me zi. Po bëhet ti një Big Brother? Do vish aty. Ta bëjmë, po një Big Brother është bërë gjithë ky vend. Nuk ka nevojë tani është dhe ky. Te kjo pse s'u futet te kjo ferma e kafshë? Ne po mundohemi. Po ja, i kam dhënë të tjerë tani. Ne po mundohemi që ta bëjmë gjyshin Big Brother, po s'duan ata të rënë tapur. Ja thashëm qytetarët, do shikosh Big Brother, po iku ajo tani. Problemi është që është mbyllur edhe vetëm audio do të dëgjojmë me vonesë bile kur vetëm audio. Vetëm audio që s'ka audio po edhe me 2-3 ditë vonesë ata ose 5 ditë. Dhe gazetarët që nxorën jashtë thotë. Jo, gazetarët i kanë vetë, nuk i nxorja. Gazetarët i kanë vetë se thanë hajtë. Në një seancë ti që do zgjas, se tani s'ka filluar akoma, por kur seanca filloi dhe do zgjas 5 orë, 6 orë, askush nuk do të ketë vëmendjen aq të madhe sa të merret me gjithë detajet. Kështu që besoj që gjyqi duhet të ishte hapur pikërisht për këtë arsye. Edhe sot ne pam disa gjëra, për shembull, që ndryshonin nga një televizion në një tjetër. Dikush thoshte kështu, dikush thoshte ashtu, sipas interpretimit të televizionit. Dhe kjo e bën prapë domosdoshme gjyqit të hapur. Që mos e shikojmë, mos jemi detyruar të shohim mbi televizionet dhe gjithë portalet për të kuptuar se çfarë ndodhi në gjyq. Publiku, jo nesër, ne gazetarët e marrin vesh. Dhe sipas besueshmërisë pastaj besojnë. Tani ç'kush është problemi për mendimin tim se gjyqi s'ka filluar dhe ne nuk mund të merremi dot me detajet e dosjes, do merremi seancë me seancë, pas çdo seance do vëllai të merremi. Problemi është kjo që përmendi Batoni dhe që është thelbi i gjithë gjës, është perceptimi. Pra perceptimi i publikut. Ne sot jemi në 36 vjet tranzicion, në 36 vjet nga rrezimi i komunizmit. Disa e quajnë tranzicion i ka mbaruar, disa e quajnë që s'ka mbaruar, ne po e quajmë postkomunizëm 36 vjet. Në këtë 36 vjeçar, rezultatet janë minimale. Për të mos janë të këqija, njerëzit janë të pakënaqur nga qeverisja në përgjithësi, nga klasa politike e cila është ende në pushtet. Nuk kemi qarkullim të elitave politike dhe nuk kemi një largim të klasës politike. Dhe sigurisht që për fatin e tyre, dhe kjo është e pastaj që buroi atë idenë e reformës në drejtësi që Rama e kapi shumë mirë, është fajtorja për gjithçka ka ndodhur, për gjithçka të keqe ka ndodhur në Shqipëri. Politikanët janë të korruptuar. Ilir Meta ka qenë kryeministër, ka qenë president, Monika Kryemari ka qenë njeri me pushtet, pavarësisht se nuk ishte pushtet i lishëm, po ishte një pushtet që buronte nga partia, nga parlamenti, por ishte një pushtet shumë i madh. Dhe perceptimi i publikut është që këta njerëz që kanë pas më shumë pushtet, këta njerëz kanë qenë më të korruptuarit. Apo jo? Qartë.
Më shumë pushtete Shqipëri ka pas Berisha, ka pas Nano, ka pas Meta, ka pas Edi Rama. Këta janë të 4 kryesorë. Dhe sot ne jemi në pasi reforma drejtësi filloi të veproj, evidentoi, zgjodhi, sepse u bë selektive, kuptohet. Zgjodhi Ilir Për Metën. zgjodhi Ilir Metën, që ishte me një konsensus besoj 2 palësh në atë kohë. Shumë palësh, me thënë. 2 palës edhe pse ta kishin dërguar do ta Zgjodhi Ilir Metën, jo se ishte Për ai, flamurin për të larë me nder motin me shkruaj. jo se ishte ai më i korruptuari, nëse themi perceptimin publik, tani për perceptimin. Se është i korruptuar apo jo vendos gjykata, po në perceptimin publik. Zgjodhi Ilir Meta dhe Por se ishte më i vogli. ka i favor në këtë rast Ishte më edhe pak i pushtetshëm. demokratëve që peshë të madh tjetër nuk do merrej. Tani, kush është problemi? Problemi është jeta që kanë bërë politikanët shqiptarë në përgjithësi që bëjnë akoma, është jetë e cila në sytë e shqiptarëve tingëllon e pa justifikueshme, në perceptimin publik. Duket si një jetë shumë luksoze. Ja, po flasim shtëpia në plazh, shtëpia aty, shtëpi këtu, vila, gjëra, flasim, këto janë Dakor, po të bëjmë pjesë e perceptimit. Po. Sa shtëpi ka në plazh? Jo, Janë mbi 600.000 shtëpi, pra 600.000 shqiptar kanë shtëpi të dyta në plazh. Po, jo, po ta mbaroj, jo, pastaj thuhet. Jo, Flas që perceptimi publik është ndërtuar mbi këtë. Sepse ne flasim në perceptim për këtë gjë Abileka, por ne nuk themi edhe perceptimin, që janë 600.000 apartamente në vijë bregdetare. Kush i ka blerë këto 600.000? Shqiptarët pra shtëpi të dyta i Nuk kanë. po diskutoj të kujt janë dhe sa. Ja, se janë se politikan 140 politikan ke? Por, Se tani s'ka 140, jo. flasim për një funksionar publik që është paguar ose ka menaxhuar parat publike, sigurisht që ndjeshmëria është shumë e lartë. Se një njeri që ka bërë parat me drogën dhe ka bërë jetën e vetë ka rrezikuar, e kupton? Flasim marrëdhënia me biznesin. Të gjithë politikanët me pushtet në Shqipëri kanë flirtuar me biznesmenët më të mëdhenj nga Atëherë sipas kësaj logjike i themi dhe që kanë pasur shqiptarëve merruni marrëdhënie- me drogë se s'ka nuk quhesh i korruptur. Ne po flasim, ne po flasim jo për korrupcion. Jo vetëm korrupsioni, po këtu po flasim për korrupcion. Mi pra, po percepcioni Dhe pra, po perceptimi percepcioni është i është nga është ndërtuar. Perceptimi është i Edhe nga tillë. politika është ndërtuar. Nëse ju rini, nëse politikanët rinë të Sheratonit dhe Rogneri me biznesmenët dhe gjithë ditën bën qef, hanë dhe dreka, sigurisht që perceptimi shqiptarëve do të pyetohet këta janë bashkë. Këta u bën diçka bashkë që na përjashton neve. Pra, ky është perceptimi po flas tani, po flas vetëm për perceptimin i cili nuk është vendim gjyqësor dhe juridik. Nuk është as mund mos jetë as e vërtet. Tjetra është pastaj selektimi, është që secili politikan zgjedh një grup biznesmenësh kur ka pushtetin dhe këta pasurohen me njerë. Siç ka ndodhur me Metën, siç ka ndodhur me Berishën, siç ka ndodhur me Ramën. Në emër biznesmenit Metës, më vlla se i kam haruar. Po ata që blen birën Tirana për shembull, të gjithë ishin biznesmenë të Ilir Metës. Kush ishte? 11 biznesmenë. Mos i përmend gjithë. Po Elfani, po Ruan Bregasi, po gjithë ata që e blen. Tritago, po.